Edi Rama ndodhet përballë një prove të fortë politike dhe strategjike. Në një kohë kur NATO ka pezulluar kompaninë izraelite Elbit Systems për përfshirje në skandale të rënda korrupsioni, Shqipëria është një nga të vetmet vende që po e thellon bashkëpunimin me këtë kompani. Me marrëveshjen e para pak javëve, qeveria shqiptare jo vetëm që i ka besuar Elbit furnizimin e artillerisë së rëndë dhe dronëve ushtarak, por i ka dhënë asaj edhe të drejtën për të ngritur një fabrikë prodhimi në territorin shqiptar, një veprim që ngre pikpyetje serioze për transparencën, lojalitetin ndaj aleatëve dhe kapacitetin institucional për të refuzuar ofertat me hije korruptive. Sipas një investigimi të publikuar nga rrjeti ndërkombëtar Follow the Money, Elbit Systems dhe dega e saj Orion Advanced Systems janë pezulluar nga Agjencia e Mbështetjes dhe Prokurimit të NATO-s NSPA-ja më 31 korrik, si pasojë akuzave serioze për përfshirje në praktika të sanksionueshme, përfshirje shfete për sigurimin e kontratave ushtarake. Pezullimi nuk është thjesht simbolik. Elbit nuk mund të marrë pjesë në asnjë tender të NATO-s dhe një pjesë e kontratave të saj ekzistuese janë bllokuar. Pikërisht në këtë kontekst, vetëm pak muaj më vonë, Shqipëria zgjedh të lidhë një marrëveshje të madhe me këtë kompani. Marrëveshja e nënshkruar në shtator dhe e bërë publike në nëntor nga Haaretz, parashikon furnizimin e Shqipërisë me obuz Atmos 155 mm të montuar në kamion, mortaja Spear 120 mm, si dhe dy lloje dronësh taktik Magni X dhe Thor. Krahas furnizimit, Elbit do të ndërtojë një uzinë ushtarake prej 5000 m2 në veri të vendit në bashkëpunim me kompaninë shtetërore shqiptare Kajo, e themeluar në vitin 2024 për zhvillimin e industrisë vendase të mbrojtjes. Asnjë detaj për vlerën e kontratës nuk është bërë publik, nuk ka transparencë për burimin e financimit, afatet kohore, as për kontrollin parlamentar mbi këtë marrëveshje. Ndërkohë, vetë NATO ndodhet në qendër të një skandali të gjerë që ka çuar në bastisje në Belgjik dhe SBA, me disa zyrtar të saj në hetim për marrje rrëshfeti nga kompanisi Elbit. Skandali ka përfshirë në SPA në Luksemburg dhe sipas burimeve të Follow the Money, hetimet amerikane ndaj kompanive të përfshira janë mbyllur në mënyrë të papritur dhe të pashpjegueshme në korrik, një zhvillim që ka shtuar dyshimet për ndërhyrje politike dhe pazare të fsheta. Kumbari i marrëveshjes mes qeverisë shqiptare dhe kompanisë izraelite ka qenë biznesmeni kontrovers izraelit me nënshtetësi shqiptare Roni Efet, i njohur si një mik i afërt i Edi Ramës. Izraeliti Roni Efet ka hyrë masivisht në sektorët më të fuqishëm të ekonomisë shqiptare: energji, transport, resorte turistike, teknologji digjitale dhe së fundmi edhe në industrinë e armatimeve. Të gjitha këto i ka fituar me vendime të qeverisë dhe me bekimin personal të Edi Ramës. Në gusht 2025, Efet mori monopolin e armatimeve dhe automjeteve ushtarake përmes kompanisë turke Timak Defense, si ortak 80% në shoqërinë shtetërore Kajo SHA. Për publikun, kjo u paraqit si një marrëveshje ndërkombëtare, por dokumentet tregojnë se Efet është mik personal i kryeministrit dhe sekretari i aferave të tij të errta. Lidhjet e tij shkojnë edhe më tej. Efet rezulton ortak në disa kompani me Sinan Idrizin, i njohur për mashtrime ndërkombëtare, pastrim parash dhe afera të trafikut. Në vitin 2018, të dy bashkë mes kompanisë Mifol Inert SHPK shfrytzuan zhavorin dhe çakëllin e lumit Vjollës Paleje për ndërtimin e pistës së aeroportit të Vlorës. Deri tani ka eshtje nga ana e qeverisë, por padyshim duhen përgjigje. Çfarë do të bëjë Edi Rama? Do vijojë bashkëpunimin apo do të rikthehet tek turqit me të cilët pati përplasje pas marrëveshjes me izraelitët? Po ashtu ky skandal hedh dritë edhe mbi kontratat që firmosi Ministria e Mbrojtjes, pasi nuk kalojnë asnjë filtr kompanitë huaja. Po ashtu, pse nuk ka transparencë mbi këtë marrëveshje?